Nga Prishtina shkoj në Andorë, por sërish nga Andorra u kthye në Prishtinë për të folur për një kohë shumë të shkurtër për sukseset e tij. Është Gert Bexheti, futbollist, i cili me këtë sport e deshti qysh në moshën shumë të hershme. Me 6 vjet u bë pjesë e një klubi, vazhdoi në një tjetër, ndërsa ëndrat e tij teksa kanë filluar që të marrin jetë, qofse mund të themi. Ka plane të shumta, por po besojmë edhe suksese. Sepse është shumë i ri apo jo? Të shumta. Në kohën e përshtatshme. U18, edhe pse është 17 vjeç. Gert, mirë se erdhe. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Mirë, dhe ka ardhur interesant, me ka ardhur me gjyshe, unë e pyeta ishte gjyshe dhe nëna. Gjithmonë të shoqërojnë kështu në daljet e tua se zakonisht shoqëruesi. Ato janë kështu. Babin e ka shoqëruesin. Po, zakonisht babi është shoqëruesi jam kryesor, po. Ti pash vetëm babin dhe gjyshe. Po, të gjithë familja jam janë suportiv, edhe babi është kryesor, po të gjithë më suportojnë. Dhe pa qenë komplet familja e dhonën mas një fushë, sukseset vështirë që arrin, duhet një përkraje e përgjithshme. Gert, po shohim që ju gjeneratat e reja shumë jeni dhonën mas sportit, futbollit, gjithashtu ndoshta edhe pse po vrem që po ka shumë suksese në arenën ndërkombëtare më pas. Në fakt edhe ti je në një rrugë të tillë, por që gjithçka filloi në Prishtinë në moshën 6 vjeçare. Po, na e shpjego pak rrugtimin. Po, patjetër. Në moshën 6 vjeçare ka filluar, domethënë, karriera ime e futbollit, ku babi im ka pas dëshirë. Babit mori për dorë të Babi më ka marrë për dorë, po, më ka pas më holl që po luaj edhe tani ka pas shef me më quhet në ai shkollë futbollit, ku në moshën 6 vjeçare më ka regjistruar në shkollën e futbollit Young Boys në Prishtinë. Aty kom kalu hapat e parë, domethënë, të fillimit të karrierës time futbollistike, ku në një periudhë e mirë, normale. A mban mend kur ishe 6 vjeç çfarë doje të luaje në gjithmonë Bler, çfarë ishte? Çfarë pozicioni? Gjithmonë sulmues, po, gjithmonë sulmues, gjithmonë. Si shumica. Po, si shumica, po. Kur janë vegjël, pastaj mas asaj shkolle jam shkuar në shkollën e futbollit Bestida, ku aty kom ndaj dikon 4 vite. Ku është në Emshir në Prishtinë, ku kom kalu shumë mirë edhe aty, kom pas një... Po mirë, atë pëlqej që ty futbolli, do më të ai sporti ju ti pëlqym, apo baba dërgoj edhe... Po, gjithmonë më ka pëlqy futbolli, gjithmonë kom shiku futboll, gjithmonë edhe në mahallë... Do të baba e vrejti talentin. E ka vrejt talentin, pastaj më ka shuar edhe në shkollë futbollit edhe ai gjithmonë u kon mbaz në çdo servitje, në çdo lojë që kemi pas, prej që më kon i vogël deri tash ai gjithmonë është ai vet ka luajtur futboll babai? Ka luajt pak futboll, po atëherë u kon koha ndryshe dhe nuk ka mujt fort me depërtu si çysh ka pas shef. Po e ka futbollin në zemër edhe ai, edhe pse nuk e ka profesion. Bukur. Më pas kalove në klubin e Prishtinës. Po besoj që aty ka qenë baza kryesore jote. Aty u kon baza kryesore e karrierës tem, ku kom ndaj për 5 vjet. Aty jem kom për gjeneratës U15 dhe në gjeneratën U17, dhe më thonë është një periudhë goxha e gjatë. Aty e kom pas trener Jeton Berishën për 4 vite e gjys, dhe na shpall kampion në U17 Super League vitin e kalum. Gjithashtu jem kon gollçenuesi më i mirë i Prishtinës në U17 Super Liga, gjithashtu edhe në U15. Sa golla ke shënu? E kom shënu 14 golla, dhe më thonë, për Prishtinën me U17, ndërsa me U15 e kom shënu 37. E gjitha këto golla i dedikohen kujt? Gjyshës, mamit apo babit? Të gjithëve ka pak, të gjithë familjes ka pak, po normalisht babi im është supertuesi jam kryesor. Heroj, po, për atë. Ti bën golin dhe aty në stadium është duke të ndjekur babi dhe shikon babin, si është? Gjithmonë, por tash jam atje në Spanjë, nuk mundet të marrësh çdo ndeshje, po normale e mbajmë zemrën njëri tjetrin. Si shkove në Spanjë? Po, mas pari jam shku në prova në Kroaci prej Prishtinës. Po? Në Rudesh, që atë kom kalu një periudhë një javore. Mas asaj me një kontakt me një agent spanjoll që ndodhet në Spanjë, me një agencian aty, jemi shku në prova në Osasuna dhe Mallorca, ku janë 2 ekipet La Ligës, që është liga më e fortë në Spanjë. Do të thënë shumë, po më duket pak si rrugë e shkurtë e lehtë me tregon që është ke arrit deri te ata që janë nuk është e lehtë fare për shkak se për me arrit deri aty. Tregon lehtë diçka. Po, për me arrit deri aty do të më pas shumë punë, do të më pas shumë sakrificë, do të më pas shumë vullnet për me më ushtyr me më të mirë. Edhe pak fat apo edhe pak fat, normal që edhe fati, normal që po. Bile Goxha fat duhet me pas për shkak se për me depërtu në majat e futbollit është një sakrificë shumë e madhe dhe normal që fati gjithmonë nevojitet. Pastaj në Sasun kom ndaj 2 periudhë javore, ku kom kalu shumë mirë edhe aty me U18, kom pas një eksperiencë shumë të mirë, kom njoh shumë njerëz, alo kom kontakte me
shok që i kom njoft aty, me futbollistat që i kom njoft aty. Mas Osasunës jam shku në Majorka. Në Majorka kom nejt një javë. Gjithashtu kemi biseduar me Muriqin, fatkeqësisht s'kemi mujt me taku, po edhe aty ka një eksperiencë e mirë deri sa erdhi mundësia, më ofru mundësia për FC Andorën, ku tash jam pjesë e klubit. E takove Muriqin the? Kemi bisedu me Muriqin, po me taku nuk kemi mujt. Kosovën, pse nuk ne në Kosovë. Ja, shumë mirë i ka shumë mirë që më ka bërë për më orë. Kthesh në kërse. Normal. Tani po momentin cilën ekipi je, në ekip në Andorra. FC Andorra, po. Që është ndodhet në Manresa, domethënë. Tash është 2 muaj gjysmë. Që 2 muaj jam i regjistruar, po gjithashtu ja kam nisë me lujt me U18, deri tash i kam 6 ndeshje, i kam sa gola? Deri tash 3 gola i kam, po 4 ndeshjet e fundit kam startu. Dhe jam të shku me një rrugë shumë të mirë. Si po vlerësohet puna jote që po? Tepër mirë po vlerësohet. Për një periudhë kaq të shkurt. Shumë mirë po vlerësohet, gjithashtu po kam ftesë me servite dhe me U23. Që është, domethënë, ekipa e parë, është ekipa e parë, U23 janë ekipa rezerve e ekipës parë, që domethënë si ekipa e parë, gjithmonë ata lojtarë janë më të mirë serviti ushtrojnë me ekipën e parë. Domethënë, po kam thirrje 2 herë në javë me ushtrim me U23-sha, që për mua është një sen që s'ma ka marrë mendja kur, po seriozisht jam shumë falënderues dhe shumë i lumtur që po vlerësoj. Çka po mëson për U23-shave? Intensiteti i lojës është shumë i madh. Më thon futbollin na mendojmë që është shumë i thjeshtë, po është shumë i komplikuar për shkak se mënyra e pasime, mënyra e ndërlidhshmërisë, çysh lidhet loja, çysh luhet loja, është ketë, unë e them si matematikë, çysh ketë duhet mi pas pozitat e veta. Secili duhet me funksionon pozitat e veta, për shkak se nëse vetëm një gabim e bën, vetëm një sekondë je mbrapa, atë komplet aksioni mund të më dështu. Për ata duhet më kon i përpikt që me lidh senet shumë mirë. Ti me gjuhën spanjolle, katalanase, mirë, atje duket katalanase. Po, aty flitet katalan, po, katalan me zveti folin, po kështu spanisht në për serviqe zakonisht spanisht, jem të mësu gjuhën. Nuk është gjuhë dhe shumë e vështirë më duket, spanishta? Nuk e di çfarë më thon, për mua pak është e vështirë, se nuk është e kam menuar në herë që kam mëro ka shpejt me mësu, po jem të mësu. Siç është dhe futbolli, apo është? Po, aty ke jeta shpejt aty. Me anglisht si qëndrojnë aty? Mirë, ata që janë pak më shumë nuk është që e flasin mirë, për shkak se normal që nuk i duhet forse. Po, gjeneratat më të reja. Po, gjenerat më e vjetën, dhe sot të rejat e folin. Apo ja mëson ti shqipën atyre apo ata apo ta mësojnë spanishtë? Po, ka pak, po ata më shumë spanishtë në të shkollën. Mi fjalë shqip apo jo, Normal, e kemi gjak pak. Spanishtën jam të mësu që një muja kom fillu me mësu, mirë po ecin mësimet. Duke bën një kurs intensiv apo me kurs 2 herë në javë. Shkoj hallën në mërkurën, një orë gjysmë. E kam një. Mirë, rrugën e cilit futbollist e ndjek Gerti? Futbollisti jam që më ka pëlqyer që më koni i vogël është Ronaldo, Cristiano Ronaldo. Si zakonisht. Normal, si zakonisht si. A Messi a Ronaldo? Ronaldo. E pse jo Messi për shembull? Për shkak se stili lojës tim nuk lidhet me lojën e Messit. Messi është më lojtar teknik që ka shef me driblu. Po mos harro që te Messi ke shku me lujt, aty afër në atë rrethën e Messit. Po, normal që rrethën e Messit, po. Mos ta marrë vesh Messi tani. Po, më pëlqen loja e Ronaldos për shkak se është gol shënues edhe un kam shef me shënu gola, kështu që. Po jo me driblat shumë, po me jo shumë. Direkt e gol. Me shkut te vani. Ndonjëherë në stadium ku ka luajtur Cristiano Ronaldo për shembull? Kam vizitu po Camp Nou, po jo ka luajt aty, po nuk u kon pjesë e Barcelonës, Real Madridit, po jam kon me vizitu Camp Nou, jam kon me vizitu stadiume në El Sadar që është në Pamplona ku është Osasuna, gjithashtu edhe në Bilbao ku është Atletico Bilbao që është ekipi i La Ligës, edhe ato e kam vizitu, kështu që më ka rënë me vizitu stadionet e La Ligës. Po me Piqué, çfarë raporte ke? Se kam dëgjuar. Gerard Piqué është këtë e njohim që është një mbrojtësave më të mirë që e ky ka fatin që ndërsa Gerard Piqué është edhe presidenti i klubit ku jam aktualisht, i FC Andorra, është tamam pronari kryesor, edhe shpresoj që së shpejti kam emëruar me taku edhe ato, ka thonë. As që taku ende me të? Ende jo, për shkak se ai nuk është që uar Manresa ku jam unë, ku është akademia e klubit, po kam emëruar shumë shpejt me taku. Gjithashtu edhe një sen që vlen më përmend është që me 31 mars deri me 5 prill ku me qenë pjesë e turnamentit më të madh në botë për 3, MIC Football, që mbahet në Costa Brava në Spanjë, ku marrin pjesë plot 240 ekipe që janë top ekipe evropiane edhe botërore, që janë komplet ekipet më të mira të Evropës, akademitë më të mira të Evropës, U18, kam mbrojtur pjesë me marr. Ti shkon me Andorrën. Unë shkoj me FC Andorrën. Me ekipin, me klubin. Unë përfaqësoj klubin tim që jam tash, edhe kena me shku me marr pjesë me FC Andorrën U18 kundër që aty në ekipeve. Jeni duke bërë përgatitje
po jemi duke bërë përgatitje. Çfarë instruksione merrni, domethënë për shembull në një garë të tillë ku do të jeni pjesëmarrës, çfarë duhet bëni? Intereson çfarë instruksione jepen nga trajnerat jepin instruksione sepse na të gjithë dim se morën pjesë këtë ekipet më të mira të botës. Janë pikë botës. Po është vështirë me qenë i mirë në mesin e të mirëve. Normal që po, duhet me bë sene që ata nuk i bojnë. Edhe na jena ekip shumë e mirë, normal FC Andorra është La Liga 2 merr pjesë, edhe nuk është po ashtu merr pjesë në La Liga me Gjenerotën 18, nuk është që është ekip e dopt. Për atë arsye përgatitjet po shkojnë shumë mirë. Ushtrojmë, domethënë, finalizime më shumë, mënyra taktika të lojës, se çu kemi me lojë, sistemet e lojës, i provojmë disa sisteme ndryshme të lojës, jo vetëm në një sistem 3-5-2 ose 4-3-3. Ngore se cila po përshtatet më mirë, edhe normal që në lojë sistemet mund me ndru, nuk është që luajmë vetëm në një sistem edhe nëse nuk ketë, atëherë e ndron, kështu që po shkojnë përgatitjet goxha mirë. Po ekipeve tjera është vështirë mjau gjet ato sistemet e lojës çfarë i kanë bën në mënyrë që me kriju mbrojtjen e fundit. Normal, mas çdo loje bëjmë analizën e lojës, që shkojmë te dhoma ku është e posaçme që është incizuar me loja, e bëjmë analizën, e këshillim se çka kena mujt me bë më mirë, çka kena mujt me bë, çka kena bë keq që me bë më mirë për lojën e ardhshme, dhe normal që analizojmë lojën, po kundërshtar nuk e analizojmë, nuk më karo. Jo, nuk më karo, vetë se sistemin e lojës e provojmë se qysh me bë, nëse nuk e sa ne atëherë ndryshojmë ose kur e bëjmë analizën mbas ndeshjes, atëherë e këshillim çka kena mujt me bë më mirë. A je vetëm ti nga Kosova ndoshta po të huaj që janë në këtë ekip? Ka ende nga cilin nacionalitet janë atë? Ata janë disa njerëz të Hungarisë, dy janë të Amerikës, të tjerë një është i Kamerunit, domethënë pi Kamerunit tu, ka kanadez, Por ty e din që je shqiptar nga Kosova? Po, e din. Kosovën? Njojnë Kosovën? Kanë ndonjë përshtypje për Kosovën? Kur më kam pyet fillimisht, disa spanjolla, disa e njefshin, disa jo. Po pastaj unë i tregoj çfarë pyesin. Nuk e nje Kosovën edhe nuk e di fort ku është. Normal që po. Po më kam pyet për Kosovën, janë shumë njerëz që miqësor kanë qef me ditë për tradita dhe kultura të shteteve tjera, kështu që edhe unë ju kam tregu për Kosovën, ju kam tregu që jemi shumë ikrica, ju kam tregu që jemi shumë njerëz mirë, që kemi qef me shty shtetin përpara dhe që jemi shtet i vogël, po shumë i madh. Kemi shtyjmë shumë, po qef kena. Qef kena, po ju kam tregu që jemi të vogël, po me zemër jemi shumë të madh. Edhe jam i lumtur që jam pjesë e Kosovës. Ti je 17 vjeç, ti jeton vetëm apo duhet patjetër të shoqërohesh nga prindërit? Jo, unë jetoj vetëm në rezidencën e FC Andorras, që është e marruar në Manresa. Për futbollist është enkas për futbollist, nuk është në një student. Keni leje qëndrimi atje si? Po kam leje qëndrimi atje në Andorra, në regionin e Katalonisë, jam shkuar në komunë, kam bërë gjitha letrat edhe jam. Çfarë drejta keni aty? Çfarë ju lejohet nga klubi? Keni jetë të lirë të pavarur sepse dim që duhet edhe ushtrimet që ti bëni, duhet jeni kujdesshëm në jetën, në gjumë. Normal. Në ushqim gjithçka tjetër. Normal ti nuk e lejohet, e di. Ja. Në ora 10 nuk guxon me dalë për rezidencës, dera mbyllet. Edhe duhet me flajt, me pushu. Keni ndaj ditë lirë, ndaj ditë pushim? Veç mbas lojës, për shembull nëse loja është shtunën, diellën e kena pushim, nëse loja është diellën, shtunën e kena pushim. Domethënë mundeni me dalë edhe në klub në qytet, në klub. Në klub e keni të ndaluar gjatë sezonit. Nuk nëse ti mund me shku, vetëm në klub i ditës. Jo, është vetëm e ndaluar. Është ndaluar, po për shkak se. Po çfarë rregulla tjera keni? Rregullat që janë duhet mu përkushtu vetëm futboll, vetëm servitje, duhet me hongër mirë, me pushu mirë. Do një rregull që ke mësuar atje dhe këtu se ke pas, për shembull, ke pas pak më liri ose ushqimi. Për shembull, unë nuk është që kam hongër ushqim shumë trong këtu, por për shembull kur kam dosh me hongër diçka që është jashta dietës sportive, po themi, e kam bë. Atje është më shumë jeshil. Atje jo, për shkak se atje gjithmonë çdo 2 javë bëjmë nutrition test. Do thonë e mosim nutrition test nivele se çka na vjen me ushqy, edhe pastaj normal që ushqimi është enkas përgatitet aty pe kuzhinierëve që janë mëngjesi dreka dhe dorë. Është po individual në një farë mënyrë. Jo bashkë individual, po është për sportista. Për sportist, po. Që i përmbom edhe në ora 10 normal që nuk guxojmë me dalë mas 10-ve, sidomos kur kemi ndeshje jo se jo, po edhe ditëve normale mas 10-ve mbyllet dhera rezidencës. Nëse kemi nëse vjen ndaj familjar me na vizitu, edhe rri pak më gjatë, normal që i njoftoj, them kume najt më gjatë se 10 për shkak se ka me vizitu babi, mami ose dikush, ata e mirë kuptojnë, pastaj kur afrohen në rezidenca ma hapin derën edhe. Si po duket ky stil jetës? Po të përshtatet apo po duket pak si fillimisht si me të nxanë fryma pak, duke u largu nga rreti, nga shoqëria, nga një jetë në Kosovë që është
Shumë e hapur. Është shumë e hapur, normal që në fillim më ka duke vështirë për shkak se kurse din as gjuhën, kur jemi në vend pa njoftën, normal që është pak problem për me u mësu, sidomos në atë varjete që është goxha e përpik, strikte. Po tash ja kom nisë më adaptu, jam tu kalu shumë mirë, normal që tash jam tu fokusu, kam servitje 2 herë në ditë, edhe fort mërzia nuk ka që po vrejet për shkak se më shumë po koncentrohesh qysh me bu më mirë sot. Se sa më mërzit për sene që janë pa nevojshme. Ke kriju shoqëri, keni raporte të mira aty mes? Po, kom kriju shoqëri, janë shumë djemë të mirë. Dalim ka njerë kur kena kohë të lirë, normal që Dilni, dojmë, në Barcelonë shkojmë. Kush është ajo vajza që vjen në stadium e të thotë ty guapo? Se kom dëgju. Guapo në stadium. Nuk e di, është si më thon handsome. Se kom dëgju ende. Jo. Se kom dëgju. Një informacion. Do ta dëgjoj më vonë tash. Më vonë. Po. Jam fokusuar në lojë shumë ndoshta. Se kom dëgju. Do ta ndroje rolin në fushë për shembull, nëse do mungoje ndonjë lojtar do të ishte Sëmur apo ti aty gjithmonë në sulm. Jo, normal që kudo që trajneri vendos mua. Vendos trajneri, po. Normal që kudo që kish vendos me më fut, unë e kisha bëu maksimumin për shkak se dëshira jam është me lut, nuk është. E portier? Ja. Portier jo. Portier e kisha fut dikon që den biles, unë nuk ka që di. Kisha ai normal, po si kisha siguru kur gjë pozitive. Sulmuesi nuk është shumë. Ti kishte qenë ndoshta aty te mbrojtësi dikon? Te mbrojtësi e krahut, po, se e lëshan shpejtësin, po. Amo te portiere jo. Ku është synimi I Gertit? Ki ambicie po besoj, por ku e sheh pikën më të lartë se mund të arrish në futboll? Pikën më të lartë në gjithmonë mu futbolli spanjol ka pëlqyer edhe. Gjithmonë synimi jam kryesor është La Liga. La Liga që është Liga e Spanjës, që për mua është liga më e fortë në botë, më kompetitive në botë. Edhe çaj është. Për shembull Barcelona? Jo, Barcelona jo, Real Madrid gjithmonë ka pëlqyer, po normal që kudo që ofrohet oferta për secilit klub që është në La Liga, është normal që kur do ta marrësh një ofertë nga ana aty? Shpresoj që shumë shpejt deri tash të shku senet shumë mirë, jam të përgatit shumë mirë, jam të ushtru shumë mirë, jam të luaj shumë mirë. Po vlerësohem mirë. A ju thon juve kur vjen dikush që vëzhgon, si quhen këta që vëzhgojnë? Scout. Jo. A ju thon apo nuk e di? Aty në çdo ndeshje ka scout. Shpeshherë vjen. Çdo ndeshje ka scout, sidomos që piketojnë më të mirin e bëjnë më pas. Nuk na thojnë, po çdo ndeshje. Është edhe një lloj presioni nëse veç. Është presion normal, po nuk na thojnë, po në çdo ndeshje ka scout ato, ai e di. Çka boti me qenë aty Cristiano duket pak ty. Kisha nu 3 gol. Kisha mundu me Kisha nis me të. Kisha më shkurë, kisha thonë erdha. Erdha me ty. Po. Ne urojmë të të kemi aty në faleminderit shumë. E vlerësoj, shumë faleminderit. Dhe natyrisht që nëse punon, që po vret që po punon, si ti, po ka edhe shumë dritë të cilët janë në këtë rrugë që po e bën edhe ti. Normal. Kështu që suksese, po na bëni krenar. Ndoshta meritat ja bëjmë ke ftesa për të kthyer në Kosovë për të luajtur qoftë me kategorinë tënde me do të më u bë yll një herë atje për marrë mandej në Kosovë. Jo, Andoron ti të kesh në kombëtarin e Kosovës për shkak? Normal që po kam qenë pjesë vitin e kaluar muajin maj po ngrombullimin U17. U17 kisha. Po kam qenë pjesë, kështu që normal që për kombëtare gjithmonë jam I hapur për shkak se është kombëtare secili. Nëse do kesh dy ftesa nga kombëtarja e Shqipërisë nga kombëtarja e Kosovës, këtë do zgjidhje? Unë do zgjidha kombëtarën e Kosovës. Okej, për shkak se këtu jam rrit, këtu I kam filluar pa të parë, normal që kombëtarën e Kosovës, po nëse nuk vjen e Kosovës edhe vjen e Shqipërisë, normal që e zgjedh edhe Shqipërisë. Gerti, suksese tutje, më vjen që bisedën tjetër të cilën do ta realizojmë, do të flasim për suksese të tjera të shumta nga këtu e tutje që ta vazhdojmë me Cristiano, në foto me Cristiano. Me pikën, edhe me pikën. Po, dhe që kanë më të lutë ata, hajde për në ekip të na. Faleminderit shumë. Shumë faleminderit për ftesën.